Tempulli i Shijes nuk është thjesht një restorant, por një histori pasioni, pune dhe kthimi në rrënjë. Një hapësirë ku përvoja europiane ndërthuret me traditën shqiptare, ku çdo pjatë gatuhet me kujdes e pasion. Arseni e nisi rrugëtimin e tij drejt kuzhinës që në moshën 13 vjeçare, e sot pas shumë vitesh emigrim dhe punë në restorante brenda dhe jashtë vendit, ka vendosur të ketë tempullin e tij. Dhe në moshën 13 vjeçare kisha qejf me punu në kuzhinë. Kisha pasion qysh fëmijë, në moshën 9 me bë më hangër. Në moshën 13 vjeçare kam fillu rrugtimin e kuzhinës. Atëherë me eksperiencë me vite, vendosëm me ardhmë në Shqipni edhe me punu në Shkodër, në vendin ku kena lindur. Ka 5 vite që jam rikthyer, pas një eksperiencë gjatë në Europë, vendosëm u shpërngul përfundimisht bashkë me familje dhe me kriju një biznes familjar në Shirok. Biznesi është afër Shkodrës, në rrugë në hyrje të Shirokës. Kena punu shumë vite në Shkodër, kam punuar në sezone shumë, në Velipoj, kam qenë në Europë, në Gjermani, në Francë, në Belgjikë, në Itali. Kena marrë eksperiencë shumë gjatë. Pse ika, pse ardha? Ika me mendjen se ky vend nuk bëhet. Allo ktheva me mendjen që s'vjen kush me e bë vendin tonë. Është shumë e vështirë. Të pa eksperiencën dhe vitet e punës, e morë i vendim që o dojtë. Ka nevojë Shkodër për një ambient që hahet mirë edhe gjenë ati, gjenë qetësi. Jena mundu me kriju një ambient familjar. Kjo ishte ideja me familjen, normalisht është kryesorja familja. Dojtë për mu shkput prej rangut të kenë gjithmonë i varën prej dikujt tjetër. Edhe vendosme për me bëj diçka tonën. Me një menutë të përzgjedhur, të fokusuar te gatimet tradicionale të mishit dhe peshkut, produktet e egra dhe shija autentike, restoranti ofron cilësi të pandryshueshme dhe çmime të arsyeshme për çdo shtresë. Te tempulli i shijes kena fut të dyja llojet, edhe mishin edhe peshkun. Duke se kena eksperiencë në të dyja fushat, jam mundu me ndërthur bashkë. Domethënë mas me lan gjamangut as mishit edhe as peshkut. Menyja është e reduktuar, nuk është sa është meny për me bë eksperimente, por tradicionalet për me rrit vendit, me rrit çdo gjë tonin, tradit. Duke se kena bën një ambient familjar, një biznes familjar, edhe shumë e vështirë sot me gjetë punëtor, jena mundu për me kenë me familjes. Të mishit e peshku janë produktet e egra, jena mundu më lidh me peshkatarët, për me na pru të egra si të zonës të liçanit, po si edhe të detit. I kena të dyja llojet, edhe të mishit gjithashtu janë si bërxolla, si shpatulla, si çingji. Kena mundu për me pas një meny edhe për shumë persona, po edhe për mos me kenë shumë të kushtueshme. Duke se është biznes familjar, jena mundu me hi me çmimet jo të shtrejta. Cilësinë e kena shumë të lartë, se nuk kena hipur, nuk pa cilësinë as çmimin të pjesa. Du cilësi, kjo është ajo që më ka bërë sot ky që jam. Cilësia është maksimale e tregut dhe çmimi është për me u përshtat mas. Produktet e detit janë më të kërkuara, po edhe të liçenit. Duke se ne kena ndaj tradicë të pjesa e liçenit, janë të kërkuara, sidomos zona e Tiranës, po edhe shkodran që kena shumë që i njohin, edhe duhet me kenë tepër strikt të recetat që ne i kanë lënë. Po janë malazist që e frekuentojnë lokalin, po janë atë Tiranës shumë. Ka dhe të huj, gjerman, francez, holandez kanë arë shumë. Kena pas për gjithë Europës. Ata maniten me vendin, maniten edhe me gatimet. Nuk janë si na të pjesa e ushqyerjes hajnë lehtë, por edhe kanë gjetë rahatin në restorant. Edhe mikpritja është kryesorja. Pamjen e ka tepër të veçantë, se shifet komplet zona e liçenit, shifet komplet Shkodra, është mrekulli, janë të manitën me pjesën e zonës të. Te pjesa e gatimit kërkojnë mjedhet shumë tradicionales. Janë tepër fanatik te pjesa e rritjes traditës edhe të ushqyerjes. S'kërkojnë fort për mjedhet me bëj eksperimente. Tu pas parasysh se kena vite që jena në treg, që punojmë, kena krijuar një klientel për të shtresave. Më kanë njekun edhe faleminderit për atyre që vinë edhe më kanë njek gjithmonë. I falenderoj shumë gjithë. Tesh e din se ku më gjejnë, te tempulli, nuk kam nevojë më me lviz, jam në filan vend ose jam në filan vend. E din pikën. Kur ardha prej jashtë, më bani përshtypje shumë emni. Edhe isha rikthyer me mendimin, me idenë për me pas diçka temen këtu,
Më tërhequr shumë, edhe të kenë se është lokali i parë kur vjen për në Shirok, thosh do të jemi i pari që do të bëjnë një ndryshim në këtë zonë. Vendet ku Arseni ka jetuar kanë lënë gjurmë tek ai jo vetëm në profesion, por edhe arredim. E sot ka vendosur që tempulli i shijes të jetë edhe tempulli i vendeve ku ai ka jetuar. Të mundu me pas pjesën e zonës vendeve ku kam jetu. Vendeve ku kam nejt, është i pjesë e Toskanës që përfshin pjesën e Xhamave, e Lulit, pjesa e Hollandës, ngjyrat gjermane, ftofta, edhe gatimet franceze, po ashtu edhe italiane. Shqiptare janë atë tradita shqiptare. Pamja panoramike nga liçeni i Shkodrës, ambienti familjar dhe mikpritja e ngrohtë e bëjnë tempullin e shijes një destinacion të veçantë jo vetëm për shkodranët, por edhe për vizitorët nga Tirana, Malizi dhe vende të ndryshme të Europës. Një vend ku kthehesh jo vetëm për ushqim, por për ndjesinë e shtëpisë, për shijen që të kujton traditën dhe për cilësinë që nuk bëhet kompromis. Në fund vitit vinë shumë imigranta, shpresoj që të vinë të kthehen e mos tikun më, sa është shumë e zorshme edhe jeta atje, po më mirë se e gjejnë vetin vend vetin, nuk mund ta gjejnë atje. Munden më kthy, me hap diçka të vetën këthenën, me kontribu për vendin e tyre. Është favor shumë i madh, është diçka që bashkia ka investu për qytetin e Shkodrës, ka ndryshu faqe qytetit Shkodrës. Ja dashtë Shkodrës një organizim i tillë. Ka niku që turistat vinë, nuk është se ka veç pjesa e bashkisë, para bashkisë turista, ka niku shumë të pjesa edhe zonës që dojnë me dalë me pa bregun e liçenit edhe liçenin e Shkodrës. I mirëpresim ardhë me ba provë, gatimet tona kanë me metë manitën. Do mundona e në të e pa, a mundena për me e ba, por qef kena për me ba një organizim për fund vitin. Në shoqni kena qef për me kalu vitin e ri në restorantin tonë. Tempulli i shijes synon të vijojë të jetë një pikë takimi, ku ushqimi, tradita dhe njerëzit bashkohen për të kaluar momente të bukura, në një ambient familjar dhe mikpritës, për çdo që dëshiron të kënaqë syrin me pamjen magjike të liçenit të Shkodrës, por edhe të shijojë gatimet e detit. Tempulli i shijes ju pret në mes të Shkodrës e Shirokës.